Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se disa nisma të reja politike rrezikojnë të zhbëjnë një pjesë të arritjeve në qëndrueshmërinë ekonomike të Shqipërisë. Në raportin e fundit, FMN shpreh shqetësim të veçantë për marrëveshjen e ashtu quajtur paqja fiskale e miratuar nga kuvendi, e cila parashikon faljen ose shlyerjen me kushte të detyrimeve tatimore dhe doganore, përfshirë gjobat dhe interesat si dhe rivlerësimin e pasqyrave financiare të mëparshme me një normë preferenciale 5%. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, këto masa rrezikojnë të dëmtojnë ndjeshëm kulturën e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore, duke cënuar përparimin e Shqipërisë drejt një sistemi tatimor modern të drejtë dhe të barabartë. Për më tepër ato ngren shqetësime serioze në lidhje me funksionimin e sistemit të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, pasi mund të lehtësojnë futjen në sistemin financiar formal të fondeve apo aseteve me origjinë të paqartë që më parë nuk kanë qenë të deklaruara.